pse nuk e bëjmë më shumë? Pse nuk na lejon shteti më shumë? Pse të mos e bëj dhe atje se kam i tokë që ta konsumoj këtu? Jo, po do të thotë që ka levërdi dhe për kjo do e bëjmë më interesante. Ajo që unë po kërkoj të them është kjo që. Po bota si e ka zgjidhur këto? Pikërisht, këto janë modele që janë sot në Bashkimin Evropian, në formën e komuniteteve, që ti bësh bashk, prodhon në të përqendruar dhe e ndan në mënyrë individuale energjinë. Qartë. Dhe kjo është forma një nga forma. Forma tjetër është që ti po mendoj një skenar tjetër për shkak. Pse të mos e ndash energjinë që ti vetë prodhon me fqinjin tënd, me njeriun tënd, me ku diun. Se ne mendojmë energjinë si gjë abstrakte. Në fakt është si mall, është si bukë. Bukën sot e ndan ti e ndan me dikë tjetër, sigurisht. Është si lajfiza. Është si lajfiza. Si është ujë që ne e ndajmë me dikë tjetër. Pse të mos e ndajmë dhe energjinë? Shiko, këto janë koncepte që është mirë që ligjet bazë të merren parasysh, se ndoshta ne paramendojmë sot e themi, po kjo duket shumë fantascience. Se kështu duke edhe kur viteve mund të mos jetë fantascience. Eksakt, kjo është ideja. Pra sepse kështu flisim edhe kur thonim mund ta vetë prodhojmë energjinë, mos se ato janë fantascience. Ti paraprit thua ti. Eksakt. Pra është ideja që nëse ti parashikon gjëra që sot ndoshta duken për publikun pak abstrakte. Drejtohet kjo kamera dhe drejtohet këtë gjën që sapo the. Në formën e kujtja drejton edhe... Sigurisht, ata që merë me këtë punë e din shumë me kujtja drejton, Ministrisë Energjetikës, Ministri sigurisht që po, është pikërisht kjo që propozimet që unë kam dhënë në këtë proces, përgjithësisht vërtet të ngritur nga ata, nga një tryezë të diskutimit, kam dhënë propozime konkrete se si duhet që kjo gjë të mundsohet dhe të jetë e prekshme për qytetarët. Shiko, gjithë diskutimi Erion është ky që nuk flasim vetë, pra nuk flitet, nuk është çështja e energjie elektrike disa teknikalitete. Këtu po flasim për një treg. Do ta hapim më tepër tregun që të jetë shumë herë më i hapur, shumë herë më demokratik, shumë herë më i prekshëm dhe konsumatorit mos jetë më vetëm konsumator, po të ketë një rol aktiv tani më. Pra ti mund të jesh shumë thjesht edhe konsumator, po dhe ai që e ndan energjinë, po dhe ai që do të investoj për pak para sepse mund ta rishes atë energji, pra të ketë këtë lloj roli. Dhe kjo është hapja e tregut në një dimension tjetër. Makina elektrike shqiptarët i grinë, na i bën. Kështu që edhe kjo mund të jetë. Sigurisht që kjo është qasje. Falenderoj shumë Anduenin dhe